Drita, forca që formëson universin. Çdo gjë që shohim, çdo ngjyrë, çdo formë, çdo yll në qiell, ekziston sepse Zoti i gjithësisë krijoi dritën. Pa të, universi do të ishte i errët, i heshtur dhe i padukshëm. Por çfarë është në të vërtetë drita? Në këndvështrimi shkencor, drita është një formë e energjisë elektromagnetike. Ajo sillet njëkohësisht si val, grimc. Ky dualitet e bën dritën një nga fenomenet më të çuditshme të fizikës moderne. Shpejtësia e saj në vakum është konstante, 299.792 km/sekond, shpejtësia maksimale e lejuar në univers. Asgjë nuk udhton më shpejt. Drita dhe ngjyrat. Drita e bardhë nuk është e thjeshtë. Ajo është përzierje e shumë ngjyrave. Kur kalon nëpër një prizëm, ndahet në spektrin e dukshëm nga e kuqja deri te vjollca. Çdo ngjyrë ka gjatësi vale të ndryshme, energji të ndryshme. Sytë tanë perceptojnë vetëm një pjesë shumë të vogël të spektrit elektromagnetik. Rreth nesh ekzistojnë rrezet imprat kuqe, ultravjollc, rrezet X, valët radio. Një univers i padukshëm për syrin njerëzor. Drita si burimi jete. Në tokë, drita nuk është luks, është kusht për jetën. Fotosinteza, procesi që ushqen të gjithë zinxhirin jetësor, varet të drejt për drejt nga drita e diellit. Bimët e shndërrojnë dritën e energji kimike. Kafshët ushqehen me bim, njeriu ushqehet me të dyja. Drita nuk është vetëm ajo që na lejon të shohim, ajo na lidh me yjet, na tregon historinë e universit dhe mban gjallë jetën në tokë. Në çdo rrezet drite fshihet një histori që udhton nëpër hapësirë dhe kohë. Nga faktet e madhështisë së tij janë nata, dita, dielli e hëna. Mos i bëni sejdë as diellit, as hënës. Sejdë bëni vetëm Allahut, i cili i krijoi ato. Nëse adhuroni vetëm atë. Surja Fusilet 37